Përshëndetje, sot në podcastin Shëndetin Rëndpar, e mbështetur nga United Hospital, kam kënaqësinë që të mirëpres një profesioniste të përkushtuar në fushën e dermatologjisë, doktoresh Rejhane Bislimi Berisha, e cila është e specializuar për kancerin e lëkurës. Me eksperiencë dhe pasion për kujdesin e lëkurës, ajo ka ndihmuar shumë pacient të kuptojnë më mirë shëndetin e lëkurës, trajtimet moderne dermatologjike dhe rëndësinë e parandalimit. E gjatë këtij podcasti do të flasim për problemet më të shpeshta të lëkurës, rutinat e duhura të kujdesit, trajtimet estetike dhe këshilla praktike që secili prej nesh mund t'i zbatojë në përditshmëri. Përshëndetje doktoresh dhe mirë se erdhën në podcastin Shëndetin Rëndpar këtu në Telegraf. Përshëndetje e nderuar. Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi të komunikoj me juve lidhur me shëndetin e lëkurës, ku shëndeti për lëkurën nuk paraqet vetëm kujdesin estetik, mirë po paraqet edhe gjendjen e brendshme shëndetësore të pacientit. Shumë e vërtet, do doja që të ndiheshim komod në këtë podcast për diskutuar shumë rehatshëm për kujdesin, sëmundjet dhe gjithë ato që i takojnë lëkurës dhe ju i dini më së miri. Doktoresh, për fillim do doja shumë të dija se nga ju erdhi shkasi, motivi që të profilizoheni edhe të studioni dermatologjinë dhe pikërisht këtë specializim kaq të rëndësishëm. Drejtën ta them, si fëmijë ka qenë dëshira me më tepër ka pëlqyer lëmia e pediatrisë, mirë po me kalimin me viteve, pastaj edhe mundësitë, një kohë kemi pauzu, domethënë koha e menjëherë pas përfundimit të fakultetit, ka qenë një pauzë, nuk është përndarë domethënë specializimet, mirë po ata mundësinë edhe e zgjedha me vetë dëshirë, domethënë landën e dermatologjisë dhe kam kënaqësi domethënë punoj me pacienta dhe të edukoj çdo ditë për një kujdes sa më të mirë të lëkurës. Po cilat janë problemet më të shpeshta të lëkurës që ju zakonisht i shihni në praktikën tuaj? Problemet më të shpeshta në praktikën time janë aknet apo puqrat e rinisë, pastaj dermatitet, sidomos dermatiti atopik që hasin në moshat e fëmijërisë, rozacea, psoriaza, problemet njollat e kafe, domethënë edhe ato janë një shqetësim të lëkurës, qoftë pas inflamacionit apo zhvillimit primar të ndryshimit, si dhe problematika më e shpeshtë është edhe basal cell karcinoma. Me thonë është kancer jo melanocitik, i cili është mjaft i shpesh në përditshmërinë e punësime. Po, pse po rritet kaq shumë incidenca e akneve tek të rriturit? Arsyet janë kryesisht aknet apo puqrat e rinisë, është problematike brendshme. Gjithmonë pacienti kur vjen diskutoj me të rit, të diskutohen edhe të faktorët e brendshëm. Në një është domethënë stresi që është stresi kronik, pastaj çrregullimet hormonale që janë prezente në moshën e tyre, dieta me indeks të lartë glikemik, domethënë ushqimet me karbohidrate, sheqernat dhe langjet e gazuara janë të kundërindikume, pastaj pagjumësia të rritë sotit rinë një kohë të gjatë, domethënë deri vonë rinë pagjumë, duke pasur parasysh se melatonina prodhohet maksimumin e ka në moshën 11, në orën 11 dhe atëherë fëmijët domethënë po është problemi i pagjumësisë dhe të gjitha këto domethënë ndikojnë në shfaqjen apo përkeqësimin e puqrave. Çka është edhe një me rëndësi dhe është edhe pastrimi edhe mirëmbajtja adekuate e lëkurës. Domethënë është e domosdoshme pastrimi të bëhet 2 herë në mëngjes edhe mbrëmje, është baza për një të ri që ka vuan nga aknet. Sidomos në mbrëmje, pastrimi duhet të jetë edhe me më shumë kohë, domethënë të përkushtohet me një masazh të butë në mënyrë që të largohen plura dhe toksina gjatë ditës. Po pse rekomandohet uji i ftohtë në spërkatjen, larjen e fytyrës? Është e domosdoshme, domethënë spërkatjen sepse ndikon uji i ftohtë, domethënë ndikon në ngushtimin e porëve dhe në këtë mënyrë mundson domethënë në trajtimin e duhur adekuat të puqrave dhe mirëmbajtjes të lëkurës. Gjithmonë ne edhe sugjerojmë edhe tretmanet që janë me krioterapi apo tretmane me akull shpeshherë i sugjeron se përbojnë
domethënë duke e trajtuar në mënyrë adekuate, domethënë pushrat, por patjetër që duhet edhe terapia, domethënë adekuate, terapia mjekësore, varësisht prej problematikës apo trigger kërkon edhe analizat shtesë në qoftë se ekziston çrregullime hormonale apo infeksionet në organizëm, atëherë duhet trajtohen njëkohësisht edhe gjendja e brendshme, por edhe paraprakisht edhe lëkura të pastrohet, të përdoren kremat adekuate, domethënë kremat e natës. Ju thatë që stresi ndikon në përkeqësimin e sëmundjeve të lëkurës, si psoriaza apo dermatiti atopik. A mund na e specifikosh pak këtë pjesë? Po, patjetër, psoriaza është një sëmundje e trashëgume dhe është kronike. Mirë po, ka rëndësi stresi, domethënë ka lidhshmëri me stresin, sepse stresi ndikon në inflamacionin e trupit, domethënë kur kemi stres, rritet inflamacioni dhe për këtë arsye rriten edhe përkeqësohet ndryshime, domethënë në trup. Prandaj menaxhimi i stresit është pjesë e trajtimit të sëmundjes së psoriazës. Çdo herë këshillohen pacienta që duhet patjetër të kemi kujdes, domethënë në kuadër të stresit, edhe hyn në pjesë e trajtimit të psoriazës, si dhe dermatitit atopik. Atopik edhe drejt të them stresi është i bën dëm çdo sëmundje. Po, sigur. Është fatshëm ai që arrin ta menaxhon stresin. Kur duhet të shqetësohemi për kruajtje të vazhdueshme të lëkurës? Kruajtja është një simptom që duhet të shqetësohem nëse zgjat më shumë se 2 deri në 3 javë. Domethënë nëse nuk përfundon brenda 2 javëve, atëherë duhet të shqetësohet edhe të kërkojë ndihmë pacienti, sidomos nëse kruarja është e shoqëruar edhe me lodhje apo me ndjesinë e humbjes së peshës apo ndryshime në disa raste pas fillimit, pas krumjes fillojnë edhe ndryshime si skuqje të lëkurës ose pupra, domethënë në këto raste gjithmonë duhet të ulëmtohet, të kërkohet shkaku pse pacienti mund të ketë edhe vetëm krurje pa asnjë simptom në lëkurë. Sigurisht. Atë në ato raste është mjaft shqetësuese, duhet kërkohet, ulëmtohet. Sigurisht çrregullimet hormonale janë në radhë të parë. Flasim për prodhimin e hormoneve të gjandrës, tiroide duhet kërkohen, pastaj kërkohet hepatogrami, domethënë është mirë edhe të bëhet domethënë kontrolle e mëlçisë, si dhe çrregullime të tjera, domethënë ta shohim a ka ndonjë infeksion apo diçka që e nxit te fëmijët është më tepër shqetësuese parazitët dhe infeksionet, domethënë me helikobakter edhe të rriturit, domethënë mund të jenë shkaktuar të krurjes afatgjate. Pra ndikojnë gjithë ato që i përmendet në kruarjen e lëkurës. Po, domethënë njerëzit kur kruhen gjatë jetës së tyre që sigurisht që është shqetësuese sepse krijon edhe irritim. Është më tepër bezdis pacientin se nuk mundet mu qetësu, sidomos gjithmonë krurja intensifikohet gjatë gjumit, domethënë në periudhën kur trupi bjen pusha, edhe pacienti nuk dihet i rehatshëm, atëherë duhet të kërkojë ndrim. Edhe këto janë të para, domethënë që duhet të kërkohen analizat biokimike, hormonale dhe të përjashtohet mundësinë për infeksione me parazit, që shpeshherë mundet me qenë faktori kryesor i një kruarje pa simptome, vetëm kruarje pa ndryshime, domethënë në lëkurë. Doktoresh, edhe pse tani nuk jemi në cilën e verës, por sa është i rrezikshëm ekspozimi i lëkurës tonë para rrezeve të diellit? Është shumë i rrezikshëm ekspozimi gjatë rrezeve të diellit, edhe e cekët edhe ju se nuk jemi në periudhën e verës, mirë po, siç e dim se dielli emeton rreze ultraviolete A, të cilat janë prezente gjatë gjithë vitit, e sidomos domethënë edhe në ditët me re. Për këtë arsye është e domosdoshme përdorimi i kremave me SPF, edhe gjithmonë i sugjeroj që të përdoren me spektër UVA dhe UVB, sepse duhet patjetër të mbrohen, sepse rrezet ultraviolete A depërtojnë në gjitha shtresat e lëkurës dhe shkaktojnë plakjen e parakohshme të lëkurës dhe quhen si rrezet e plakjes. Për dallim edhe rrezet UVA, mirë po, rrezet ultraviolete B janë më prezente gjatë verës, sidomos në pikun e lartë, domethënë deri në ora 4, dhe të dy si rrezet ultraviolete A dhe B
shkaktojnë dëme në nivelin e ADN-it të qelizave të lëkurës, duke e kontribuar në zhvillimin e kancerit të lëkurës, i cili është kanceri jo melanocitik, që është basal cell carcinoma, që është mjaft i shpesht. Mirë po, fatmirësisht, unë e du edhe kur e komentoj të pacientat, e thom se është i vetmi që sekrete kanë hallin, do me thonë, të melanoma. Edhe më thonë, a është rrezik? Do me thonë, kjo basal cell carcinoma është kanceri më i mirë i lëkurës, sepse bën dëme vetëm lokale. Do me thonë, nuk jep metastazet, por dëmi nëse lihet, do me thonë, nëse një ndryshim ose një plag në fytyrë nuk shërohet brenda 3 muajve, atëherë ai duhet patjetër të largohet. Edhe kjo është vetëm dëme lokale, për dallim nga melanoma, e cila është kanceri i lëkurës më vdekjeprurës, mirë po jo çdo melanoma është sëmundje vdekjeprurëse. Edhe jo çdo pacient duhet patjetër të menaxhohet gjatë gjithë jetës. Në qoftë se melanoma arrin të zbulohet në fazën fillestare, do me thënë në melanoma në quajmë in situ apo melanoma e holl, do me thënë ku prek vetëm shtresën epidermën, shtresën sipërfaqësore të lëkurës. E lëkurës. Në qoftë se qëllimi është aty të edukojmë, do me thënë pacienta, unë besoj shumë në edukimin e fortë të pacienta që të vinë çdo vit të bën kontrollat vjetore me dermatoskop. Sepse nëse zbulohet, do me thënë në fazën e melanomës in situ, atëherë largohet edhe pacienti 100% e ka mbijetesën. Do me thënë nuk ka nevojë për terapi, imunoterapi apo kimioterapi. Edhe qëllimi është, do me thënë, që sa më herët të zbulohet nëpërmjet ekzaminimit dhe kontrollave dermatologjike që bëhen nëpërmjet dermatoskopit. Dhe është e domosdoshme, siç e thekëm edhe më herët, përdorimi i kremave edhe në ditët pa diell, përdorimi i kremit me SPF. Edhe në ditët pa diell. Edhe në ditët pa diell është e domosdoshme, nuk është luks përdorimi i kremit SPF, është e domosdoshme më mbrojt për shkak të rrezëve UVA që janë prezente, domethënë edhe më depërtojnë gjitha shtresat e lëkurës, depërtojnë edhe në xham. Domethënë duhet patjetër të përdoren. Po sepse bëhet thyerja e rrezëve diellit kundrejt objekteve tjera siç mund të jetë edhe trupi jon. Është e domosdoshme. Po. Doktoresh, pra ju e rekomandoni që të përdoret, domethënë SPF-i në lëkurën e çdo njeriu, mirë po edhe orët 11 deri në orën 4, domethënë gjatësinë së verës nuk rekomandohet të ekspozohemi rrezëve të forta të diellit. Po, nuk është mirë, ose në atë periudhë nuk është mirë të ekspozohemi direkt ballë për ballë me diellin, nëse kemi patjetër të nevojshme, atje duhet me kapel, me krem ose çadër, një bluzë të bardhë, personat e më shumë dhe me çadër. Po mirë, doktoresh, çfarë faktori mbrojtës ka SPF-i në përdorim të përditshëm, sepse nëse tash ne po flasim nga analogjike, nga ajo që nuk e dim, unë personalisht, nga ajo që nuk e di. SPF-i është një krem për mbrojtje kundër rrezëve të diellit. Në këtë rast, ndikon nëse bëhet përdorimi i shpesht i SPF-it çdo ditë në strukturën, lëkurën tonë? Përdorimi i kremit SPF nëse mirë, do me thonë përdorimi adekuat i kremave dhe ka më herët. Sepse ka dhe përqindje, 30, 50, 30 është e mjaftueshme të përdoret në gjatë dimrit. Do thonë është e mjaftueshme për përdorim të përditshëm. Ndërsa nuk ka efekte anësore. Jo, nuk ka efekte anësore. Ndërsa gjatë periudhës së verës, atëherë kalojmë, do me thonë, me faktor mbrojtës 50%. Në disa raste të personat me ndjeshmëri të lartë dhe të personat të më shumë që kanë ndryshime prekanceroze, atëherë është mirë të sugjerohet edhe faktor mbrojtës me 100%. Do me thonë, kjo është arsye dhe nuk është e domshme për përdorimi i SPF-s, përkundrazi. Do me thonë, po si mund ta dim nëse kemi apo jo një lëkurë kanceroze? Duhet bën një test të veçantë, si bëhet? Një lëkurë zakonisht duhet ekzaminimi me dermatoskop, do me thonë është aparat që mund të diagnostikojmë a është një ndryshim benin apo është malin. Duhet kontrolla të bëhen të vazhdimshme, a është karcinom jo celulare apo jo melanocitike apo melanocitike. Kjo arritet, do me thonë, nëpërmjet dermatoskopit. Edhe na si popullat jemi popullat e bardhë,
Kemi shuhemi për rrezik edhe zhvillim edhe çdo ditë, hase me kancerin e lëkurës bazal cell karcinoma që është mjaft e shpesh pikërisht në mungesë, të përdorimit të kremave SPF. Por s'ta dallojmë një nishan të zakonshëm nga një i rrezikshëm si melanoma, sepse ne e dimë dhe kemi parë shumë të afërm që posedojnë nishane thuajse në të gjithë organet. Fatkeqësisht bazuar edhe në studimet 50 deri në 80% të rasteve të kancerit të lëkurës, gjithsesi melanoma, zbulohet në fazën progresive dhe në fazën kur është metastaza. Për dallim nëse zbulohet në fazë të hershme, fazën in situ. Qëllimi është të dallojmë sa më herët, edhe kjo arrihet nëpërmjet dermatoskopit, edhe në bazë të faktorëve apo mbështetës që janë ngjyra, është me rëndësi ngjyra sa 1 apo 3 ngjyra të ndryshimit, pastaj rritje e shpejtë e ndryshimit, shpesh mund të gjakos. Të gjitha këto, janë ndryshime të cilat mund të dyshojnë për një kancer të lëkurës, mirë po, qëllimi është që të zbulohet sa më herët, jo në fazën e vonshme, për me arrit një kancerin e lëkurës, atëherë duhet të bëhen kontrollat të vazhdueshme edhe rutinore, të jetë kontrolla patjetër, çdo vit të bëhet kontrollat nëpërmjet ekzaminimit të dermatoskopit, që mos ta lejojmë të arrijmë në fazën e fundit të zbulimit të kancerit të lëkurës, kur atëherë dimë që gjithmonë kemi pasi këshill nga prindrit tan, mos i prekni nishanet në trupin tuaj. Kam pyetje njëjtë gjatë punës time me klient. Njëjta pyetje, a është e rrezikshme a guxoj me prek? Këto raste, nëse akuzohet, nëse dyshojmë, për melanom, atë duhet patjetër të bëhet një ekografi e nyjeve limfatike. Shikohet, ajo prek nyjet limfatike regionale edhe gjithë trupit, dhe janë proteina specifike, që bën, nëse ato dalin të larta dhe ka dyshime për nyjet limfatike, atëherë automatikisht duhet mu gëshëtu edhe mu konsultu me onkologun, kirurgun, edhe vendosin për trajtimin e vazhdueshëm. Mirë po, nëse është në fazën fillestare, patjetër duhet, nëse vetëm një ndryshim dyshoj vetëm për një element më të vogël, nuk më pëlqen, atëherë i sugjeroj ta largon nishanin, që mos të bëhet më e madhe, ose është karakteristikë se ndron. Gjitha nishanet e kanë një strukturë apo patern të ngjashëm. Secili person e ka grupin e nishaneve, ekzistojnë disa grupe të nishaneve, po secili individ i ka nishane që përshkruhen edhe shifen shumë mirë me anë të syrit të tretë dermatoskopit. Mirë po, nëse dyshoj, e shoh vetëm një që s'm pëlqen, krahasim me gjithë nishanet tjerë në trup, atëherë sugjeroj le të vjen mas 3 muajve në kontroll, pra nëse e shoh vetëm një ndryshim më të vogël, atëherë patjetër e sugjeroj në largimin e ndryshimit apo nishanit. Shohim shumë gra, sidomos gra që e përdorin solariumin edhe në ditë të ftohta, por edhe në ato të nxehta. A është më i sigurt solariumi se rrezet e diellit? Jo. Bile është edhe më i rrezikshëm se solariumet janë më të rrezikshme se rrezet ultraviolete, për arsye se solariumet emitojnë rreze më tepër ultraviolete A, që e cekëm që depërtojnë gjitha shtresat e lëkurës, edhe disa pajisje të solariume kanë edhe ultraviolete B, edhe është arsyeja pse janë më të rrezikshme, sepse intensiteti i emitimit të tyre është më i fuqishëm. Është shumë më i fuqishëm dhe për këtë arsye është shumë e rrezikshme për shkak të zhvillimit të kancerit të lëkurës. Edhe unë shoh, kam pas raste fatkeqësisht moshë 21 vjeçare, për shkak solariumeve, mirë po ka arrit ta zbulojnë në melanoma in situ, në fazën e hershme,
por fatkeqësisht e ka pranu, domethënë që ka qenë disa herë me vite Po cilat simptoma i ka pasur në momentin e zbulimit të kësaj? Ka qenë më i ndryshëm. Nishani ka qenë me ngjyrë, ka fillu gjysa nishanit me qenë ndryshe, gjysa ndryshe. Domethënë aty ka qenë gjatë ekzaminimit, është vrej se një ndryshim që e ka pas në një nishan ka dallu prej nishaneve tjera. Pra, qytetari thjesht mund ta vlej ndryshimin e nishanit në ngjyrë. Nuk mundet, Jo gjithmonë. jo në fazën e hershme. Jo gjithmonë. Jo gjithmonë. Në fazën e hershme jo, vetëm me nëpërmjet dermatoskopit. Në fazën e hershme jo, vetëm nëpërmjet këshillës së dermatologut. Ndërsa në fazët e vonshme ajo shifet sepse rritet mbi 6 milimetra gjakos, është e pahishme, domethënë shihet edhe nga syni i një qytetari, domethënë mund të vlerësohet mirë, po në fazën e hershme duhet vetëm nëpërmjet ekzaminimit nga dermatologu. Çfarë është rozacea dhe pse ndryshon nga aknet? Rozacea është një problematik mjaft e shpeshtë edhe rozacea, për arsye se manifestohet me disa ndryshime në fytyrë, domethënë si skuqje në gjakut, shifen janë prezente në fytyrë, edhe shqetësojnë pacientin. Në rastet më të avancume kemi edhe pustulla, puqra, domethënë që i ngjajnë akneve, mirë po dallojmë këtu se është zakonisht faqet në moshat më të shtyme, jo në moshat e rinisë që janë aknet, dhe nuk kanë komedone, nuk kanë pika të komedonet, janë një ndryshim apo një që e shoqërojnë aknet, apo pikat e në gjuhën e popullit quhen pikat e zeza, komedonet, po. E rozacea nuk i posedon ato, edhe është... Ja, është thjesht një puqër e mbushur me lëkurë. Mbushur, mirë po, dallon dallon, është më e pastër, është më e imt, edhe shifet dallon, domethënë prej akneve, pastaj stresi edhe këtu te rozacea gjithashtu e rrit, domethënë stresi, inflamacionin, edhe e vën në pa, domethënë skuqen që e bezdis pacientin se mbushën të gjakut më shumë me gjak, edhe shihen në pa, pastaj ushqimi është shumë e rëndësishme, domethënë që ndrikon në rozace. A është e rrezikshme si sëmundje? Nuk është sëmundje e rrezikshme rozacea, është sëmundje e bezdishme, është problem kronik. Ajo është arsyeja problemi, sepse pacienti mundet me pas kohë shqetësime të tilla, edhe është prezenca e inëve gjakut, duhet të trajtohen në mënyrë adekuate, të mirëmbohen, për arsye se domethënë mu shpreh më tepër, edhe duhet të jetë terapia adekuate. Psorioza, a ka shërim përfundimtar? Psorioza është një problem tjetër e trashëgume, një sëmundje e trashëgume, nuk ka trajtim përfundimtar, por trajtohet dhe menaxhohet shumë mirë, domethënë falje dhe terapisë adekuate që përdoret, domethënë edhe viteve të fundit aplikohet dhe është zbuluar terapia biologjike, e cila është mjaft e suksesshme, domethënë në trajtimin e psoriazës. Po cilat janë ato simptoma që shfaqen me sëmundjen e psoriazës? Simptomat që e shqetësojnë pacientit janë pllaka, shpesh mund të fillojnë në disa raste te fëmijët, sidomos në formë të pikave të shiut, në formë në gjithë trupin, pastaj rriten, bashkohen dhe formohen pllaka që janë të skuqura me luspa të bardha sipër. Edhe vazhdimisht në disa raste kruhen, disa raste domethënë nuk e shfaqen elementet frymarrjes. Po. Dhe ka raste domethënë ato shtresat e lëkurës bin, pas një kohe mbetet ndryshimet, pra postinflamatore, ndryshimet e skuqura, i duhet kohë, domethënë edhe e shqetëson. Vendet e lokalizume janë zakonisht në bryla dhe në gjunjë, por mund të përfshijë edhe pjesë në fazat, sepse psoriaza i ka edhe 4 faza tjera, domethënë që përfshin përkeqësimin e tyre që mund të përfshin gjithë trupin, që manifestohet që është fazë mjaft. Psoriaza eritrodermike është shumë e rëndë që e përfshin gjithë trupin, edhe pacienti është mjaft i shqetësuar edhe në aspektin estetik, por edhe në e bezdis, domethënë shumë e shqetëson pacientin. Mirë po, me terapi është e domosdoshme të kërkohen analizat, mungesa e vitaminës D është një faktor i domosdoshëm, domethënë pacientat me psoriazë nuk guxojnë ta ketë
t'ulët nivelin e vitaminës D në gjak. Prandaj janë gjitha këto edhe fal terapisë fundit, domethënë terapisë biologjike që është terapia e fundit që përdoret kudo në botë. Çfarë lloj terapie është? Terapia biologjike, domethënë është terapi e re, është e kushtueshme, mirë po fatmirësisht Ministria e Shëndetësisë domethënë ka arritë të mundsoj në rastet zakonisht në rastet kur hasim rezistencë, domethënë në trajtimin e fillestar të psoriazës apo te personat më të ri ose te gjendjet vetëm më të rënda, domethënë aplikohet terapia biologjike. Po cila është rrezikshmëria e kësaj sëmundje në trupin e njeriut? Çfarë mund të rrezikojë? Sëmundje e rrezikshme. Okej, vetëm shqetësuese, po, është shqetësuese e jep një bezdi njeriut. Po. Edhe në aspektin estetik. Okej. Pyesin pse i ki këto ndryshime, që aty është qëllimi mirë, po nuk është sëmundje shumë që ndikon negativisht domethënë në shëndetin e njeriut, përveç ato bezdisjet, krurjet edhe që shqetësojnë domethënë kur i sheh pacienti ato ndryshime në trup. Tek disa njerëz, domethënë më ka rastis që të shoh edhe disa pllaka që ngjajnë në kopurdha, të bardha. Çfarë lloj sëmundje është? Nëse flasim për të disa njerëz me ndryshimet me pllaka, ato janë më tepër infeksione ndryshime të bardha pa pigment, e keni fjalën, po ajo është vitiligo, domethënë është kur humbet pigmenti i lëkurës dhe mbetet domethënë lëkura pa pigment dhe manifestohet është sëmundje autoimune, gjithmonë duhet të kërkohet domethënë me faktorët autoimun, të kërkon analiza si dhe çrregullimet hormonale të gjendrës tiroide, domethënë duhet të kërkohet tek vitiligo. Është gjenetike apo e fituar? Është gjenetike. Është gjenetike. Domethënë mund të bartet edhe tek pasardhësit. Pasardhësit patjetër. 3 gjenerata gjithmonë duhet të kemi parasysh se 3 Sigurisht është dhe problem estetik. Patjetër është estetik, mirë po në kohën e fundit përdoren edhe krema imunomodulator që qëllimi është vetëm të arrihet kufiri, domethënë kufiri i ndryshimit, domethënë të fillojë të mbushet me pigment, edhe duhet patjetër në këto raste domethënë të mbrohen fushat me faktor mbrojtëse kundër diellit. Është problem që ka zgjidhje? Nuk vitiligo është problem që nuk për momentin nuk ka terapi adekuate përveç në përdorimit të kremave imunomodulator, që në disa raste pra mundet me ndiku më tepër ndikon në pjesën e fytyrës përmirësime se sa në qofse e trupit ose në dur është shumë rezistente, domethënë. A ndihmon ushqimi në ruajtjen e një lëkure më të mirë apo hidratimi me ujë, domethënë cilat janë efektet e ushqimit dhe të hidratimit në lëkurën tonë? Po patjetër uji dhe është i domosdoshëm, uji edhe ushqimi sa më i pasur me perime dhe me pemë, domethënë ushqimet që janë sa më pemë dhe perime. Patjetër me antioksidant, domethënë janë të domosdoshme për një lëkurë të shëndetshme dhe të hidratuar. Por natyrisht është e domosdoshme krahas ushqimit të shëndetshëm të përdoren edhe kremat edhe të mirëmbahet lëkura varësisht prej llojit apo tipit të lëkurës, të mirëmbahet edhe me kremat adekuate. Kur zgjohemi një mëngjes nga një natë e lodhshme ose nga një ditë e lodhshme, vrim ndryshime në lëkurë dhe ato ndryshime na japin një bezdi, sepse ka njerëz që edhe nga ato ndryshimet që i shfaqin në lëkurë, shkon një ditë jo e mirë. Çfarë i rekomandoni këtyre njerëzve? Në këto raste duhet bëhet një pastrim i fytyrës, patjetër, domethënë të pastrohet, është e domosdoshme me shampon adekuat në radhë të parë edhe në mëngjes, edhe në mbrëmje, domethënë pastrohet në radhë të parë. Pastaj të aplikohet serumi me vitaminë C është bazë që duhet të aplikohet gjitha lëkurat, domethënë për arsye se është një antioksidant i fuqishëm, edhe ndikon kundër plakjes, por edhe ndikon në regjinerimin, në forcimin e enëve të gjakut, e bën mirë edhe për rozacin,
kështu që serumi C, pastaj varësisht prej tipit të lëkurës vendoset kremi hidratues, qoftë me acid hialurinik apo varësisht prej tipit të lëkurës. Nëse është lëkura për e yndyrshme, atëherë duhet të merren kremat adekuat kundër yndyrës dhe patjetër të aplikohet kremi SPF. Dhe çka deshta me shtu është mirë, domethënë në aspekti gjatë natës para përdorimit të make-upit, edhe pastrimit të lëkurës edhe aplikimit të kremave të natës, është e domosdoshme që të bëhet 1 orë para gjumit. Jo ta pastrojmë edhe të shkojmë gjumë. Domethënë 1 orë para gjumit është mirë të vendoset Arsyeja, për arsye se nëse vendoset në shtrat, atëherë gjitha kremat largohen. Do të mbështeten për jashtë. Kështu që është e domosdoshme, domethënë në mënyrë që kremi ta bëjë efektin e vet në lëkurë. Patjetër ta bëjë efektin. Në rastin e lodhjeve, atëherë sugjerojmë pacientit edhe një pushim, nëse është lodhja kronike për një kohë të gjatë, një pushim, një masazh të lehtë të fytyrës apo një tretman, kur shohim ndryshime, nëse ka njolla kafe, atëherë duhet me krema adekuate të përdoren, janë kremat dhe substancat adekuate që ndikojnë në njollat kafe. Domethënë vite më parë, gjithmonë ime më thoshte ujë edhe sapun. Mos përdor shumë krema, ujë dhe sapun. Trego pak për këtë ujë dhe sapunin. Për pastërtinë, thash edhe në secilën pjesë edhe te aknet, pastrimi është bazë për çdo lëkurë të shëndetshme, është duhet patjetër pastrimi, qoftë me sapun, në shampon, varësisht prej lëkurës. Nëse përdoret vazhdimisht sapuni tek lëkurat e senzitive, lëkurë me rozacë, sigurisht që do të ketë tharje të lëkurës. Domethënë duhet edhe shamponi të jetë adekuat. Domethënë varësisht për pastrimin, natyrisht pastrimi është bazë. Pastaj duhen patjetër të përdoren, domethënë serumet edhe varësisht prej moshës. Domethënë për një moshë të re duhet vetëm krem me vitamin C ose serum me vitamin C. Pastaj mbi mosha 35-40 vjeçare duhet aplikohen kremat, domethënë me acid hialurinik apo retinol, domethënë që përdoret vetëm natën për largimin e qelizave të tepërta të lëkurës. Kam dëgjuar shumë edhe që thonë që kremat e bebave janë shumë të mira për hidratimin dhe mbajtjen elastike të lëkurës së fytyrës. A qëndron kjo? Jo, nuk qëndron as pak, sepse e plakin lëkurën më shumë. Plakin lëkurën më shumë nuk janë adekuat për fytyrën e përdorimit tyre. Ndoshta fillimisht duket se është lëkura e thatë, edhe kur vendoset kremi i fëmis, ajo duket e zbuti, duket, po në fakt bën dame mas një kohe, domethënë damet grumbullohen gjithmonë. Nuk është vetëm se një ditë përdorimi, po ato grumbullohen, edhe damet e diellit, edhe damet e produkteve jo kozmetike të duhura grumbullohen edhe një ditë shfaqen. Saktë. Po, sa funksionojnë këto trajtimet tona natyrale që ne i bëjmë në përditshmërinë tonë, për aknet apo njollat që na shfaqen në lëkurë? Të flasim jo vetëm për gratë, por edhe për burrat. Varet disa raste, domethënë nëse ndryshimet janë minimale, mundet, është edhe ajo gojë më gojë, pacienta ti tregoj unë kam përdor këtë krem, unë këtë bën edhe ti, mirë po vinë shpesh në fazën shumë të acarume. Edhe tregon që e ka përdora, im ka bu mirë po jo, përkundrazi kanë efekte të dëmshme, edhe ka raste të shumta që vinë domethënë me kontakt dermatik, na e quajmë kontakt dermatit për arsye se substanca që është vendos ka reagu, domethënë me skuqje, me ndryshime, me inflamacion në fytyrë, dhe në këto raste si pasojë e përdorimit të kremit apo substancave të ndryshme bimore që i vendosin në ndryshim, sepse kanë dëgjuar se prej një familjare ka bu mirë një krem apo diçka tjetër. Sepse te ne kështu funksionon në shoqërinë tonë, në shumicën e shoqërisë tonë, nuk mund t'i përgjithsoj, sepse ka dhe individ që konsultojnë në një dermatolog, kryejnë teste, bëjnë analiza në mënyrë që ta dinë se çfarë lëkure kanë edhe ku qëndron problemi i ndryshimeve tyre në lëkurë, dhe bëjnë shumë mirë që e bëjnë këtë gjë. Mirë po, faktikisht duhet që të kemi më shumë informacion nga një dermatolog, dhe pikërisht dhe ky është qëllimi i këtij podcasti, në mënyrë që të informojmë sakt qytetarët
sa i përket informacioneve të ndryshme, jo vetëm të lëkurës, por edhe të gjithë organizmit që ne posedojmë. Në mënyrë që mos shkojmë atë zhargonin e vjetër, e bëri ky, ta bëj dhe unë. I ndodhja e ti mund të ndodhe mua. Pa e konsultu profesionistin, mos të trokasim në derën e trupit tonë. Asnjëherë, sepse është profesionalisti që të këshillon, të edukon, prandaj duhet patjetër të bën sa më shumë fushata edhe të edukohen sa më shumë klientat apo pacientat për këshilla profesionale, domethënë të përdoren në momentin e duhur dhe në kohën e duhur, sakt. Por ju thatë që duhet ta lajmë fytyrën në mëngjes dhe në darkë. Në mëngjes nga që zgjohemi nga një natë të gjatë, dhe në darkë që t'i pastrojmë gjitha toksinat dhe ato që janë grumbulluar në lëkurën tonë. Ma gjatë me një masazh më të butë, domethënë. Është minimumi i rekomandimit apo duhet më shpesh ta lajmë fytyrën? 2 herë në ditë, çdo ditë është e domosdoshme. Domethënë 2 herë ditë është e domosdoshme të pastrohet fytyra. Por nëse e bëjmë më shpesh, edhe më mirë? Nuk lejohet më shumë, nuk lejohet më shumë. Po. Është nevojshme. Se thonë lëkurën, çdo tharje masena është kërkon feedback edhe nuk është e domosdoshme më shumë se 2 herë në ditë të lahet fytyra. Po, folëm për ujin, tani të flasim për to serumet edhe për tonerat apo hidratusit e fytyrës. A shumë e rëndësishme që të përdoren shpesh? Jo shpesh, domethënë pastrimi është mirë të bëhet të aplikohet me sapun, me sapun, shampona adekuate për fytyrën, por jo tonera ose serume të ndryshme. Nuk është e domosdoshme, domethënë që ka duhet një pastrim, një serum me vitamin C ose me një serum me acid hialurinik në moshë më të shtyme, dhe në qoftë se lëkura ndihet e thatë e pa ushqyeshme, atëherë mund të vendosim edhe krema që janë me vitamin C, vitamin E dhe kremat me acid hialurinik dhe natyrisht kremin me mbrojtës kundër diellit në qoftë se flasim për aplikimin në mëngjes. Folëm dhe për ushqimin dhe ujin që ndikon në shëndetin e lëkurës, që ta mirëmbajmë një lëkurë sa më elastike dhe më të hidratuar. Por një pyetje që më është bërë nga një shikuesi joni i rregullt i këtij podcasti, thotë: kur një nishan duhet kontrolluar urgjentisht? Ne më herët e cekëm ndryshimin e ngjyrës, por nëse një nishan, domethënë vren disa simptoma tjera, po? Nëse gjakos, domethënë nëse shef që po rritet, po, dhe kanë ndryshuar ngjyrë, po. Gjitha këto, domethënë janë që duhet patjetër të konsultohet, domethënë me dermatolog. Dhe në raste kur nuk mbyllet, domethënë plaga, nuk shërohet. Në ato raste duhet patjetër të kërkohet konsultimi me mjekun përgjithës, dermatologun. A mund të jenë problemet e lëkurës shenjë e problemeve të brendshme të trupit tonë? Gjithmonë. Gjithmonë. E cekëm edhe më herët se krurja pa ndryshime, pa manifestime lëkurore, është simptom i gjendjes së brendshme, qoftë çrregullime hormonale që nëpërmjet analizave adekuate e vendosim shkaktarin apo triggerin. Gjithmonë pastaj flokt, disa raste stresuese, shohim rrëmjen e flokëve, domethënë edhe ajo është një element i gjendjes së brendshme. Shumicën e rasteve zbulojmë çrregullime hormonale të gjendrës tiroide, pastaj mungesa e hekurit të ferritinës, që është një e domosdoshme, domethënë, shpeshherë edhe tek inflamacionet të dhëmbëve mundet me qenë shkaktar i rënies së flokëve. Gjithmonë, domethënë, është e domosdoshme në lëkurë mos të shihet vetëm si lëkura sipërfaqësore, por të shikohet edhe gjendja e brendshme e pacientit, të kontrollohet edhe analizat në varësisht prej problematikave që e shqetësojnë pacientin. Doktoresh, unë ju falenderoj shumë që gjetët kohë për të ardhur në podcastin Shëndetin Rend Parë. Nëse keni një mesazh të fundit për gjithë qytetarët, urdhëroj. Ju faleminderit dhe juve. Mesazhi im është kujdesuni për lëkurën dhe mbrojeni atë çdo ditë me krema SPF, UVA dhe UVB. Faleminderit shumë që gjetët kohën. Faleminderit. Shikues të nderuar, ishte ky podcasti Shëndetin Rend Parë, mbështetur nga United Hospital, dhe do të takohemi sërish në podcastet tjera, andaj qëndroni me ne. Mirëmbëjtje.
Faleminderit.